Gjithçka që duhet të bëni është të prisni një fetë limoni dhe ta vendosni atë poshtë sqetullave. Limoni është një zhvendësues shumë i mirë në kozmetik dhe mund t'i jap shumë përfitime konkretisht si deodorant edhe për djersitje. Për këtë qëllim mund të përdorni limonin. Mënyra është shumë e lehtë. Gjithçka që duhet të bëni është të prisni një fetë limoni dhe ta fërkoni butësisht në sqetullat tuaja. Dy mineralet që përmban limoni, magnezi dhe kalium, i kanë veti antibakteriale dhe përveç kësaj, kur aplikohen në sqetull mund të balancojnë në mënyrë efektive nivelin e pH-it të lëkurës. Tani që e dini se mund ta përdorni limonin si deodorant, ato të vazhdoni të blini spray dhe deodorant të shtrenjtë nga dyqani, të cilat ndoshta mund të jenë edhe me dëme në irritimin e lëkurës. Nëse e krahasoni limonin si një deodorant natyral në spektrin e shenjave në treg, atëherë do të zgjidhni këtë të fundit, i cili mund t'japë rezultate më të mira fantastike dhe pa shkaktuar acarime.